Të nderuar shikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Nisi me aktualitet. Bashkia e Vlorës ka gjetur një hobi të ri për sezonin turistik, biznesin e makinave të vogla elektrike të njohura si bugi. Me një projekt vendim të nxituar dhe me një plan biznesi të bërë shkeleshko, administrata po i kërkon Këshillit Bashkiak rreth 40 milion lekë të vjetër nga taksatona për t'ia kaluar kompanisë bashkiake Vlora Invest. Përmërgjer shënimi redaksional. Bashkia e Vlorës duket se ka gjetur një hobi të ri për sezonin turistik, biznesin e makinave të vogla elektrike të njohura ndryshe dhe si bagi. Me një projekt vendim të nxituar dhe me një plan biznesi të bërë shkeleshko, administrata po i kërkon Këshillit Bashkiak të Vlorës rreth 40 milion lekë të vjetër nga taksatona për t'ia kaluar kompanisë bashkiake Vlora Invest. Ideja është që këto mjete të transportojnë njerëz me pagesë nga lungomare te Rapi. E për këtë bashkia kërkon plot 26 milion lekë të vjetër për blerjen e 4 makina, si dhe 13 milion lekë të vjetër të tjera për rrogat. Blerja e 4 makinave të vogla bagi do t'i kushtoj qytetit rreth 26 milion lekë të vjetër, por çudia fillon me koston e operimit të tyre. Bashkia e Vlorës kërkon edhe 13 milion lekë të vjetër të tjera, thjesht për të paguar rrogat e drejtuesve për vetëm 2 muaj të sezonit, pra 10 shofer për 4 makina. Por çfarë do të bëjnë 10 punonjës me 4 makina të vogla 4 vendëshe? Kjo ushtri punonjësish për vetëm 2 muaj ngjan më shumë me një skem për të punësuar militant apo të afërm, sesa me një nevojë reale për të ofruar shërbim. E për ta bindur Këshillin Bashkiak që ta miratoj këtë shpenzim prej 40 milion lekësh të vjetër, administrata e bashkisë ka paraqitur një plan biznesi. E pikërisht këtu nis komedia dhe mashtrimi vërtet me shifrat. Sipas llogarive të vet bashkisë, thuhet se këto 4 mjete do të fitojnë plot 700 euro në ditë, por kur llogaritet fitimi për sezonin në dokument, thuhet se këto mjete do të gjenerojnë plot 630.000 euro. Pra nga 700 euro në ditë, llogaria fryhet në mënyrë të pakuptueshme në 630.000 euro për sezonin. Edhe po të merret si bazë një sezon 90 ditor, 700 euro në ditë japin 63.000 euro, por jo 630.000 euro. Pra fitimi paraqitet 10 fish më i lartë se llogaritë reale. Gafa tjetër është specifikimi i fuqisë së motorit, i cili shënohet si 48 watt, 4 kW. Kjo shprehje është teknikisht e pakuptim, pasi 48 watt përfaqësojnë thjesht një fuqi shumë të ulët, të ngjashme me atë të një llampe ndriçimi, ndërsa 4 kW, pra 4000 watt, është fuqia reale e pritshme për një motor elektrik të këtij lloji. Për më tepër, përshkrimi i shpejtësisë si 25 km/h është gjithashtu një gabim terminologjik, pasi jo vetëm është shkruar pasakt, por nuk përputhet as me standardet inxhinierike të përshkrimit të shpejtësisë. Këto pasaktësi dëshmojnë se specifikimet janë hartuar në mënyrë sipërfaqësore, duke bërë projektin të paqartë e të pabesueshëm. E në përfundim kemi një bashki që kërkon të marrë 40 milion lekë të vjetër nga aparat publike për të blerë vetëm 4 makina lodër e për të paguar plot 10 persona për 2 muaj. Për të justifikuar këtë, dorëzohet një dokument analize ku fitimi është fryrë 10 fish e ku llogarit bazë shumëzimit dalin gabim. Ti futesh biznesit të transportit turistik kur nuk di të bësh një shumëzim të thjesht e kur çdo kompani tjetër bashkiake rezulton me humbje, nuk është as vizion e as shërbim publik, është thjesht një tallje me inteligjencën e qytetarëve të Vlorës, si dhe një papërgjegjshmëri tronditse me taksat tona. Projekti për pastrimin e pyllit të sodës nga drurët e dëmtuar është një tjetër punë e nisur në Vlorë, por e papërfunduar. Edhe pse u bë publik 2 vite më parë, u punua vetëm 4 muaj dhe firma zbatuese u largua pa lënë gjurmë, duke lënë pas me 10 pemë të dëmtuara të prera në atë që mund të cilësohet një pasuri e qytetit. Projekti për pastrimin e pyllit të sodës nga drurët e dëmtuar është një tjetër punë e nisur në Vlorë, por e papërfunduar. Ky projekt publikisht u lançua 2 vite më parë dhe afati për realizimin e tij ishte 8 muaj, por në mushkrinë e qytetit të Vlorës u punua vetëm 4 muaj për realizimin e këtij projekti, që mund të cilësohet si shkatërimi i pasurisë natyrore. Për 4 muaj firma e cila fitoi tenderin preu në pyllin e sodës çfarë gjeti, drurë të dëmtuar dhe sigurisht më shumë drurë të shëndetshëm. Më pas, kjo firmë u largua pa lënë gjurmë, duke lënë pas me 10 pemë të dëmtuara të prera në atë që mund të cilësohet si pasuri e qytetit. 2 vite më parë u lançua një projekt me shumë bujë, por që në fund nuk rezultoi i tillë.
Bëj fjalë për projektin që do të pastronte pyllin e sodës nga drurët e rrëzuar dhe mbasta drurë do të përdoreshin për të bërë peletet të cilat do të përfitoheshin të ardhura për pushtetin lokal. Por megjithse punimet vijuan, ky projekt më tepër e dëmtoi pyllin e sodës se sa e pastroi këtë të fundit nga drurët e dëmtuar. Momentalisht afatet kanë përfunduar prej muajsh, por efekti në mushkrinë e qytetit të Vlorës është vërtet negativ. Sot në pyllin e sodës gjen të prerë me qindra drurë, të cilët nuk kanë qenë të rrëzuar, por të shëndetshëm. Gjithashtu gjen edhe pisha që rrezikojnë të bien, që askush nuk ka marrë mundimin t'i presë, megjithse ishte motivi dhe qëllimi i këtij projekti. Përgjatë territorit të pyllit të sodës, shumë drurë të rrëzuar vijojnë ende të jenë për tokë. Madje firma e cila ka realizuar këtë projekt nuk ka marrë mundimin as ta pastrojë nga territori një pjesë të drurëve të cilët veti preu. Vapa e tej skajshme ka bërë qytetarët e Vlorës pushues vendas dhe të huaj të dynden drejt plazheve, duke i parë ato si mënyrën e vetme për të përballuar të nxehtin e madh. Kjo e hënë ishte parashikuar të shënonte temperatura deri në 40 gradë Celsius. Vapa ekstreme ka bërë që qytetarët e Vlorës pushues vendas e të huaj të dynden drejt plazheve, ndërsa e shohin plazhin si të vetmen mënyrë për të përballuar të nxehtin ekstrem. Për ta të qëndrosh në Bregdet pranë detit këto ditë të nxehta është një fat dhe jo shumë qytetare kanë këtë. Për pushuesit nga ana tjetër Vlora mbetet një mrekulli, një qytet i cili është i dashur nga të gjithë dhe tepër i frekuentuar. Pushuesit shprehen se këto ditë të nxehta të sezonit veror në vimësi do t'i kalojnë pikërisht pranë plazhit. Këto temperatura si duket deti plazhi? Deti shumë i ngrohtë. Është shumë i pranueshëm, domethënë është val. Ka marrë një temperaturë që e kënaq njeriu. Të zgjedhur hi edhe që të shmangush pak diell. Po në qikë se kemi kaq kohë që rrim këtu. Ja kalon këto ditë të nxehta. Me to zori thot greko, domethënë me vështirësi. Me vështirësi sepse e mungesa e parë është ujë. Jemi të privuar nga e drejta për të furnizuar me ujë. Edhe nëse mungon ujë në shtëpi mendo tani si është sa e vështirë tjetër. Ndërkohë thuhet për 40 gradë. Ka ardhur në det, vetëm janë zgjidhje për ta kaluar vapën deti është? Po është për të freskuar, se s'ke ku e kalon ndryshe. Kur s'ke ujë në shtëpi me çfarë do freskohesh vetë. Tu e kalon shumicën e kohës në det? Këtu e kalojmë. Mirë po. Vap shumë thuaj, 40 gradë temperatura. Si po i përballon? Po shumë mirë, jam djalë i ri. E vetëm janë zgjidhje për të përballuar temperaturat besoj është plazhi. Po ujë. Vini shpesh, keni thuar? Po ditë për ditë. Ditë për ditë. Pa plazhin si mund t'ja bëni? Pa plazhin do zjemi me plakat. Në shtëpi momentalisht për shembull me këto temperatura të larta, Ai që me kondicioner sa tjetër. vetëm me kondicion. Si është e ditën tënde afër plazhit, afër detit? Po mbukur. Ka turist, ka pushues? Plot. Rrim Tiranë. Këtu qëndrojmë thua se 2-3 muaj dhe verës, këtu qëndrojmë. E ka dhënë për shumë vap të madhe mbi 40 gradë thuaj. Nuk është aq vap këtu në bregun e detit, ne nuk kemi aq shumë vap, me thënë vërtetën nuk e kalojmë keq. Temperaturat janë 34-35 gradë jashtë. Momentalisht mendon se deti që vetëm janë mënyrë për ta zbeur pak të vapën e... Më mirë nuk ka. Më mirë nuk mund të bëhet se sa në Bregdet. Si është e Vlorë në Bregdetin? Të mrekullueshëm. Të mrekullueshëm. Gjiri i Vlorës është vërtet i mrekullueshëm. Pëlqen plazhi këtu? Pak vende ka si gjiri i Vlorës. Ne jam vlonjate, kështu që mua më pëlqen me se zbën. Këto temperaturat e larta, problem? Pa tjetër problem, sidomos për moshat tona. Si i përballoni? Po ne kemi problemin e zgjidhur, vëlla, ne dalim që në mëngjes, futemi në det, rrim nga një orë aty. E vetëm janë mundësi është plazhi, det. Po, për neve, po. Po nëse nuk do ta kishim plazhin e detit. Do kishin vdekur. Më pak njerëz ka. Të paktën deri tashti. Qyteti i bukur besoj. Kam shkuar shumë ditë edhe punë. Shumë i bukur. Në përgjithësi mirë. Temperatura do të larta. Jo, sot po më duket më mirë. Nuk është E ka dhënë për 40 gradë. nuk është 40 gradë. Tani e vetëm janë mundësi. Të përballohet të temperatura kush është për juve? Kush është freskullok. Nuk duhet ndojtur me orar zgjatur në çadër. Sidomos për moshat e treta.
Pra vetëm plazhi është mënyra më e mirë. Po plazhi kush është? Edhe freskolloku pi ujë ftohtë, mos rinë diell, rinë hije, lëviz, naja, tu ka veri, ka ajër pas njerëz. E ëna sipas meteorologëve ishte parashikuar si dita më e nxehtë e këtij viti deri më tani. Qytetarët e Vlorës, pushues por edhe turistë huaj, detin e kanë si të vetmin destinacion shpëtimi, si një zgjidhje që me pak kosto të përballojnë vapën ekstreme. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, me anë të një video nga aksioni i policisë rrugore, ka përcjell mesazhin për drejtuesit e mjeteve luksoze, teksa shkruan se nuk ka rëndësi mbiemri që mban, pozicioni që pretendon apo marka e makinës që drejton, pasi sipas tij përpara ligjit të gjithë janë të barabartë. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka publikuar një video nga aksioni i policisë rrugore ku janë dënuar me gjob disa drejtues mjetesh të cilët kanë kryer disa shkelje të kodit rrugor si parkimet e gabuara, parakalimet apo shkeljet e rregullave të qarkullimit. Ministri fillimisht shkruan se qytetarët janë ankuar në telefonin e tij dhe email në lidhje me parkimet e gabuara në përlagje dhe rrugë, të cilat sipas tij bën shqetësim për banorët e komunitetit. Ndërsa më tej ministri jep mesazhin e fortë për drejtuesit e mjeteve luksoze, teksa shkruan se nuk ka rëndësi mbiemri që mban, pozicioni që pretendon apo marka e makinës që drejton, pasi sipas tij para ligjit të gjithë janë të barabartë. Policia e shtetit nuk do të tolerojë asnjë shkelje pavarësisht se kush është shkelësi, thekson ministri. Një nga ankesat më të shpeshta ka deklaruar ai që ka marrë në adresën time elektronike apo në telefon janë pikërisht parkimet e gabuara në përlagje dhe rrugë, të cilat po bëhen shqetësim për banorët e komunitetit. Një sjellje as pak civile është përfillse ndaj normave ligjore dhe rregullave të bashkëjetesës në komunitet. Policia e shtetit nuk do tolerojë asnjë shkelje, pavarësisht se kush është shkelësi, nuk ka rëndësi mbiemri që mban, pozicioni që pretendon apo marka e makinës që drejton. Para ligjit të gjithë janë të barabartë dhe rregullat vlejnë njësoj për secilin. Hetimi i nisur nga Prokuroria e Vlorës për dyshime mbi falsifikimin e dokumentave dhe tjetërsimin e pronave në zonat e radhimës Dukatit dhe Orikumit, tashmë ka kaluar si kompetencë SPAK, pas shpalljes së mos kompetencës nga Prokuroria e Vlorës. Një hetim i nisur nga Prokuroria e Vlorës për dyshime mbi falsifikimin e dokumenteve dhe tjetërsimin e pronave në zonat e radhimës Dukatit dhe Orikumit tashmë ka kaluar në kompetencë të SPAK. Prokuroria e Vlorës ka shpallur mos kompetencën dhe ja ka përcjell dosjen prokurorisë posaçme, e cila bazuar dhe në kallëzimet e depozituara nga banorët të zonës, ka regjistruar procedimin penal. Burime bëjnë me dije se krahas dosjes së transferuar, SPAK ka kërkuar nga Prokuroria e Vlorës edhe aktet hetimore të administruara gjatë fazës paraprake të hetimit. Në vijim të këtyre veprimeve, SPAK dhe Prokuroria e Vlorës kanë ushtruar kontrollin në disa banesa në Vlorë, mes tyre dhe në zyrat e hipotekës së qytetit. Hetimi lidhet me dyshimet se sipërfaqe të konsiderueshme toke bujqësore në Orikum, Dukat dhe Radhim janë tjetërsuar përmes dokumenteve të falsifikuara dhe më pas janë regjistruar në hipotek, duke dëmtuar pronarët që pretendojnë se i kanë përfituar tokat sipas ligjit 7501. Sipas të njëjtave burime, kallëzimet janë depozituar nga një grup banorësh të Orikumit, Radhimës dhe Dukatit, të cilët kanë kërkuar hetim për veprat penale, shpërdorim detyre, falsifikim dokumentesh dhe dyshime për veprimtari në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas ditën e së dielës në Jalv, ku një 74 vjeçar është gjetur pa shenja jete në dhomën e një hoteli ku qëndronte. Dyshohet se 74 vjeçari mund të jetë rrëzuar aksidentalisht brenda dhomës duke goditur kokën, çka rezultuar fatale. Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas ditën e të dielës në Jalv në bashkinë e Imarës, ku një person ka humbur jetën pas një aksidenti të ndodhur në dhomën e hotelit ku po qëndronte. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se viktima ka rrëshqitur brenda dhomës së hotelit dhe ka goditur kokën me forcë. Menjëherë në vendin e ngjarjes mbërriti shërbim mjekësor, i cili i dha ndihmën e parë dhe e transportoi drejt spitalit të Imarës. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të pashtërueshme të mjekëve, ai nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra. Sipas të dhënave paraprake nga policia e Imarës, goditja në kokë ka shkaktuar dëmtime të shumta dhe të rënda, përfshi edhe fraktura në kafkës si dhe trauma të rënda cerebrale që rezultuan fatale. Policia ndërkohë nisi menjëherë hetimet për të dokumentuar plotësisht rrethanat dhe detajet e ngjarjes, ndërsa paraprakisht dyshohet se bëhet fjalë për një aksident. Dolën për të eksploruar terenin e vështirë të Gjipes, bllokohen 4 turistët në një gremin ku një prej tyre pësoi fraktura. Pas lëshimit të alarmit SOS, menjëherë drejt vendit u nisën efektivët e stacionit të policisë së Dërmiu dhe njësia e zjarfikses së Imarës, të cilët bën të mundur shpëtimin e tyre.
4 turistë u bllokuar në kanionet e Gjipes, pjesë e territorit të bashkisë së Imarës mesditën e së dielës. Ata kishin dalë për të eksploruar në terrenin e vështirë të Gjipes, kur papritur ra në një gremin dhe njëri prej tyre pësoi fraktura. Pas lëshimit alarmit SOS me njëherë drejt vendit, u nisën stacioni policisë së Dërmiu dhe njësia e zjarr fikse së Imarës. Për shkak të situatës së vështirë të terrenit, por dhe dëmtimeve të një prej turistëve u kërkua ndihmë shtesë. Në vend mbritën forcat e policisë Delta në Vlorë, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, një grup alpinistësh, ekipi mjekësor, si dhe në të njëjtën kohë u koordinua dhe një operacion me helikopterin e forcave të armatosura nga ajri. Pas disa përpjekjeve nga ajri, helikopteri arriti të shpëtonte në gjendje të mirë shëndetësore 2 turistët e parë rreth orës 20, por për shkak të errësirës dhe terrenit u detyrua që operacioni të vijonte nga toka për nxjerrjen e 2 turistëve të tjerë. Ndërsa operacioni vijonte nga toka në kushte jo në favor për shkak të errësirës, por dhe terrenit të vështirë, ekipet nga toka arritën të nxirrnin rreth orës 23:15 dhe 2 turistët e tjerë, ku siç duket dhe nga pamjet, njëri prej tyre me fraktura duke u transportuar me barel. Ky është rasti i dytë brenda 48 orëve që turistët e huaj në kërkim të njohjes së natyrës humbin kontaktet apo rrezikojnë në terrene të vështira. Më herët në kanionet e Gjipes, 2 turistë babebi nga Rumania pësuan të njëjtën situatë me fraktura. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 14. Bashkë miru takofshim.